që nuk pjerdh për shtetin ligjor, nuk do t'ja di për ato përgjërimet, çfarë ne forca mbështetëse, drejtësisë e tjerë. Se edhe sikur në fund ta dorëzoi Ballukun, fakti që Ballukut i ka dhënë dhe 3 muaj kohë nga momenti që u kërkua arrestimi i saj, edhe këtu është bërë një pengus i drejtësisë. Pra, Ramës me çështjen Balluku i ka rënë fabula e mbështetësit drejtësisë, e njeriu që s'bëhet pengesë drejtësi, një fabul e cila kot përdorej, por po ti kthehemi sot thoshin këta mbështetësit e Ramës, thoshin Rama nuk vjedh vota, por Rama votat i merr, se reforma në drejtësi e duan 70% shqiptarëve dhe ky është vetmja forcë politike që e mbështet drejtësinë, atëre prandaj merr dhe votat. Po kur të votohet nesër që ka penguar reformën drejtësie do t'i marri prap votat, pra kjo fabul i ra. Tani ngelet dhe të testohet fabula me cilën Rama bëri fushat, që asgjë s'na pengon drejt Bashkimit Evropian. Fërkimet e para me Bashkimin Evropian kanë filluar, ata e kanë bërë qartë që Ballukun e duan, Rama shumë i ndërgjegjshëm për këtë, por në analizën time, Rama nuk do t'i kundërvihet BE-s, nuk është se intereson as shumë Balluku, se unë zbesoj te kjo teori që Balluku i bën shantazh, se këto i kemi dëgjuar që Sajmir Tahiri i bën shantazhe, pastaj el shoi, që Velia i bën shantazhe, pastaj el shoi. Rama nuk i trëmbet shantazhit, se në fund te burgaxhit, te policët dhe te prokurorët e vet do përfundoj Balluku. Prap në dorë e ka, edhe të burgosur e ka në dorë. Mund të ratiset. Ja, ai do ishte skenari më i bukur. Qimi i gatshëm është. Por problemi është këtu që çfarë do bëj, do e sakrifikoj Rama dhe fabulën e BE-s, dhe nëse e bën sakrificën,